Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fëndimet të nësirë takonet me Allah subhana, të losë dhe ati përgjëm që të rëdrej dhe të vëmej dërgumin e ti Muhammedi sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjithër. Me që vëse e kemi përgjithë dhe me thonën temën, libër në kështë më radhë, me gjitha të, ndështë akoma nuk është i gatshëm tereni për me hi drejtë në tema dhe në shembuj. Do të me bëni përsëritje të një diçka që për krejt juve besoj është e njohur, mirë po me mujt me kriju si lloj pikture që më nejt në kokë, edhe në këtë seri, po edhe në seri të tjera që kanë bëjnë me Davidin. Do thonë, nëse dikush për shembull të pyet, ose nëse ti në vetveten tonë ke një pyetje, çka Davidi për ty? Ose çka do të thonë më kon Davidi? Ose çfarë aktiviteti, ose çfarë misioni, ose çfarë angazhimi? Do të thonë, a kena me folë vesh thjesht punën e shpërblimeve, a kena me folë diçka pak më shumë, ose cili është konceptimi i një udhëtari, një pasuesi i sunetit, çish e koncepton ai domethënën Davidin si veprimtari, Davidin si mision, Davidin si angazhim, Davidin si vlerë e kështu me radhë. Për arsye është shumë thelbësore me analizuar inshallah disa pika çka Davidi. Pse është i rëndësishëm Davidi? Ose çka na duhet Davidi? Ose ç'ish duhet na me e pa domethënë në konceptin e Davidit. Fillimisht para se me dalë te kjo pjesë, duhem të analizoni definicion të Sheikhul Islamit të Taymiyyah rahimahullah. Përndryshe merret si rregull të përgjithshëm në jetë prej gjanave më të rëndësishme në perceptimin e shëndosh të dijes është njohja e definicioneve. Nëse për shembull ki shumë dije rreth një diçka, por nuk e keni fare përkufizimi i shkollës ajo, në një formë nuk e ki përthakuar çfarë vlere. Për shkak të syve, domethënë nëse na thomi Davidi, shkam thirrja në rrugt të Allahut, mund me thonë çkaç. Apo ose më thonë më do të më ndër nga keqja. Mirë, po ai shkon mirë me pas një koncept më përmbledhës. Pse? Se nesër shumë domethënie, shumë çështje, shumë hadithe, shumë ajete, pastaj ti kimi interpretuar në kuadër të çti definicioni. Thotë Sheikhul Islamit të Taymiyyah për David, thotë është për qëllim, thotë da'watu ila Allah. I thirr njerëzit tek Allahu. Do thonë, thirrja tek Allahu, jo thirrja tek vetvetja, jo thirrja tek grupet, jo thirrja tek sektet, po thirrja tek Allahu. Përsi është ka njerëz që kanë shumë angazhim të madh, mirë po kur është ai angazhimi është për me mbledh njerëz rreth një grupimi të caktuar ose rreth një projekti që mos më dështu, mirë po nuk ka qëllim me çu njerëz te Allahu. Ndërkaq një i cili ka syne me çu njerëz te Allahu, pastaj ai a di emrin ose a di emrin, a e ka afër ose ka afër, këto janë shumë domethënë relative. Në e parë është da'watu ila Allah, mi thirr njerëzit për tek Allahu. Thotë hiya da'watu ila al-iman bihi. Thotë është thirrje për me e besu Allahun. Mi pru njerëz një herë të imani. Mi pru njerëz një herë të imani. Që i bie, domethënë, ne nuk mundemi me thonë që një David është i mirëfillt, nëse ky David i koncentrohet në promovimin e moraleve dhe të cilëve të mira. Ajo është pjesë e Davidit, por nuk është piknisja edhe kupola dhe pjesa kryesore. E para është mi thirr njerëzit me besu Allahun subhanahu wa taala, me krejt atë që do të me besu Allahun në hynëshmërinë e tij, në të drejtën e tij unike për të adhuruar, edhe me veçu Allahun subhanahu wa taala me emrat edhe cilësitë e tij te baraka wa taala. Wa bima ja'at bihi rusulu. Edhe mi thirr njerëzit mi besu asaj që kanë ardhur me të profetët. Do thonë nuk thrasmi, edhe nuk bojmë davet, edhe nuk japim zor njerëzit mi mbledh tek shpjegimet e një individi, domethënë të dishëm, domethënë qoftë kohës tonë apo një kohë tjetër. Jena aty i thirr njerëzit me marrë mësimet e pejgamberëve, me të cilët mësime kanë pejgamberët, të cilët mësime kanë prej Allahu subhanahu wa taala. Bi tasdiqihim fima akhbaru bihi. Edhe me i thirr njerëzit që më zon besë asaj që kanë thonë pejgamberët. Me i thirr njerëzit që ti besojnë dhe ti pranojnë, ti miratojnë, si të mirëqenia dhe të sakta dhe të vërteta, ato me të cilët kanë ardhur pejgamberët e Allahut azza wa jalla. Wa ta'atihim fima amaru. Edhe me i thirr që do të më u bindën urdhëresave, mësimeve, domethënë të profetëve. Me i thirr që më u bindën domethënë mësimeve të profetëve. Çka kanë domethënë Davidi jo më pru njerëz të imani edhe të bindjen te Allahut. Me pru të imani edhe të bindja ndaj shpalljes. Me pru të imani edhe me pru të nënshtrimi para domethënë fesë. Që kjo David. Pastaj tjerat mundën më kanë plotësim, tjerat mundën më kanë korridore, mundën më kanë domethënë balkone, ama esenca dhe godina e Davidit ka të bëjë me imanin edhe me bindjen. Ka të bëjë me imanin edhe me bindjen edhe domethënë nënshtrimin. Dhe padyshim domethënë baza e kësaj është çështja e tauhidit, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Në çdo umet ne kemi dërguar kanë të dërguar që ka thonë adhuroni Allahun edhe shmangni tagutit,
shpjegojnë gjithkujt që adhurohet krahas Allah subhanahu wa taala. Tash po do më analizoj çto pikat që gjithherë atë fotografinë e davetit me pas me çto. Diku parafarsisht afër 10 janë, nëse nuk gaboj 9. E para, daveti është rruga e pejgamberëve edhe e ndjekësve të tyre. Domthonë, profecia është çështje e përcaktuar kush ka më qenë profet, edhe u mbyll më ajo. Mirë, profet kanë lënë ndjekës. Çeta ndjekësit, çeta idhtarët, çeta pasuesit e profetëve e kanë një udhë e cila nuk menohet që ata domethënë nuk e përshkojnë. Është domthon rruga e davetit. Keni vëmendjen të çuhet që kisha pas dëshirë domethënë me meditu bashkarisht. E kam konsiderat këtë dhe ne këtë keni ngu, mirë po është një detaj që ndoshta është mirë sonte me analizu. Ku thot Allah subhanahu, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Thuaj kjo është rruga jeme thras për tek Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Me dije unë edhe kush do të më ndjek. Domthonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë për vete edhe në emër të atyre që kanë me ndjek. Se e ka ditë se ai i cili është ndjekësi vërtet i tij, që kjo udha e tij. Shajbe që kjo thuaj kjo është udha ime, kanë thënë dietor dy sene. Udha ime ad'u ila Allah. Udha ime është me thirr te Allahu. Udha ime është me thirr tek Allahu azza wa jall, edhe domethënë njerëzit e udhës teme e kanë davetin, domethënë pjesë të domethënë të jetës së tyre. Në kuptimin që nuk mundesh më kon shumë ndjekës i përkushtuar, nuk mundesh më kon shumë pasues i përkushtuar, nëse domethënë nuk i davet. Për arsye këtu është një sfidë. Ka njerëz që shumë bojnë potere që janë pasues sunetit. Po ndoshta nuk kanë arritë kërkan me shtin xhami. Është qartë? Përkundër, ndoshta janë bërë sebeb njerëz me nxjerr xhamive tuke, ju hap shumë tema të këqija kështu. Do të thonë, njerëzit do të mi thirr tek Allahu xhel. Nëse ti je aftë mi pru tek Allahu, je të shembulli i mirëfillti ndjekësit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, jo më kanë vetëm karakteristikë e rrugës tonë daveti, po e dyta, më kanë që ky davet për tek Allahu, jo për tek dikush tjetër. Se shpesh domethënë shkaku i notave, shkaku i xhelozive, shkaku i mendimallësive, shkaku i karaktereve të ngushta kështu me radhë, njerëzit tu dosh me thirr për tek Allahu, kadal lakojnë edhe thrasin për tek vetvetja ose tek grupimet e tyre, po ndoshta ndonjëherë edhe tek një ide që nuk ka gatishmëri me pranuar se ka gabuar kështu me radhë, dhe rrëdhëmisht nuk do të thirr njerëzit më për tek Allahu, po është duke i thirr për me vërtetuar se unë jam i dishëm, se unë s'ka bëj ose unë domethënë kam qenë mirë kështu me radhë. Kjo është e para. E dyta, daveti është fjala më e mirë. Daveti është fjala më e mirë. A keni vëre për shembull në komunitetin musliman në kohën bashkëkohore shumë herë është si debat kush e ka më mirë, kush do të punon më mirë. A mos do të punon më mirë ai i cili mendon që do të për me hezu umetit e para do të vesh më zhvilluar aspektin ekonomik. Ose dikush tjetër i cili thotë për me mujt me mes umetit e para do të fjala bie për shembull vetëm me stabilizue shtetet e muslimanëve në aspektin politik. Ose tjetri i cili për shembull mendon se çdo mekanizëm duhet me përdor vetëm për me pas muslimanët një domethënie ose kujt diçka. Pa hin këtë debat, pa hin këtë diskutim, pa marrë mi radhit kush sa ka të drejtë dhe kush s'ka plotësisht të drejtë. Kush e ka më së miri? Nëse ti gjendesh nesër, qof gjatë kërkimit dijes, qof më herët, qof tutje, edhe gjithherë tamam ti e keni entuziazëm me punu për fen Allah subhanahu wa taala, edhe hapa çdo temë. Jeni të ullodh shumë, po mas ti pak vetë kanë mullzu, ose jeni të donë shumë zorë se teme, po fundja problem është pa e pas pushtetin dorë, se ku diun shka. Non stop kanë të bëjë çdo më vete. Ti veç këtë pyetje tjetër, kush e ka më smirti? Kush e ka më smirti? Thot Allah azza wa jall, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kush e ka më smirti? Llafin edhe fjalën, se sa i cili thret për tek Allahu edhe bën punë të mira thot një musliman. Do të thonë, ky ajet, ndonëse duhet shpesh me u mshël çdo debate. Mundet her pas here me ndodh në një situatë e zbehjes edhe zvetënitjes. Po ajo që duhet me dominuar jetën tonë që është misioni më i mirë është me bodavet. Projekti më i madh është me bodavet. Arritja më e madhe është me mujt me quë, domethënë mesazhin e Allahut tek njerëzit edhe tek zemrat e tyre me lenë Allah subhanahu wa taala edhe tek mendjet e tyre kështu. Kështu që gjithherë i eliminoni do diskutime të kohëta të natyre, vetëm me çeket domethënë pyetje sfiduese. Kush e ka fjalën më të mirë? Kush e ka më së miri? Më së miri të ka që thret njerëzit për tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që Hasan al-Basri kur e ka lexuar këtë ajet ka thonë, "Hadha habibullah." Allahu të folë gjithë për të dashur në vet. Thot hadha waliyullah, kjo është miku i Allahut, kjo është wali i Allahut. Thot hadha safwatullah, këta janë të përzgjedhur të Allahut, ta vëzhit janë njerëz të përzgjedhur të Allahut. Thot hadha khiratullah, këta janë njerëz më të mirë të Allahut. Këta janë njerëz më të mirë të Allahut. Hadha habbu ahli al-ardi ila Allah, këta janë njerëzit më të dashur në tokë që i ka Allahu azza wa jall.
njerëzit më dashur të Allahut në tokë. Thot ajaba Allah fi da'watihi, ju ka përgjigjë Allahut në thirrjen e tij. Wa da'a an-nasa ila ma ajaba Allah fihi min da'watihi. E natë që ju ka përgjigjë Allahut i ka thirr njerëzit që ata më përgjigjë Allahut subhanahu wa taala. Thot wa amila salihan fi ijabatihi, edhe në këtë përgjigje që ju ka përgjigjë Allahut ka bërë punë të mira. Edhe domethënë veprat që kanë afër tek Allahu, wa qala innani minal muslimin, edhe ka thonë për muslimanë, thot hadha khalifatullah, kjo është mëkëmësi i Allahut. Kush është? Çai i cili domethënë në mirë davet. Çai i cili ka fjalën më të mirë, thotë ja që njerëzën një llaft mirë, ti ka thënë që do të më adhuro Allahun, ti ka thënë që do të më ndjek pejgamberët, ti ka thënë që do të më nështruaj Allahut, ti ka thënë njerëzit do të më bind shpalljes, ti ka thënë njerëzit që na kriju me adhuro Allahun, ti ka thënë njerëzit që në jetë nuk mundemi me bash çka domi na, po çish ne ka zbrit Allahu subhanahu wa taala ligjin, çish na ka zbrit Allahu subhanahu wa taala domethënë rregullat. Na ka thënë Allahu subhanahu wa taala pejgamberët me na mësu atë çish jetohet, edhe kena me jetu çish na ka mësuar ata. Që ky është ka shumë i kallëzuar njerëz, që kjo është domethënë mëkëmësi i Allahut, kjo është i dashur i Allahut, kjo është i përzgjedhur, kjo më i mirë dhe më i dashur i Allahut domethënë në tokë. E radhës, daveti është urdhri i Allahut. Daveti është urdhri i Allahut. Domthon, po ripërsëris, shena të vol, ta kesh një fotografi çka është daveti. Apo? Ta kesh një fotografi çka është domethënë daveti. Thot Allah subhanahu wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Thot le të jetë për ju një grumbull njerëzish, një grup njerëzish që thrasin për hajër, urdhrojnë të mirën, ndalojnë nga keqja dhe pikërisht këta janë të shpëtuarit. Dhe pikërisht këta janë të shpëtuarit. Ç'po nis ajeti? Le të jetë. Çka le të jetë? A tingëllon që është për një pjesë njerëzve? A tingëllon? Le të jetë. Tingëllon që le të jetë një pjesë për një pjesë njerëzve. Mirë, po kur përfundon wa ulaika humul muflihun. Këta janë ata që kanë shpëtuar. Sikur na thot Allah subhanahu wa taala, në urdhër po të thot. Apo do më zgjedh udhën e shpëtimit, ç'kjo është? E keni vërej për shembull, kur dikush edhe pse shumë më lartë në Allah subhanahu wa taala, do të ç'kjo është, ndaç, mos dash. A do shpëtim? Po, shpëtim do të më urdhën të mirë ndalojnë nga keqja. A do shpëtim do të më mësoj njerëzit hajrin. Është i qartë? Ç'kjo do të më të nejt në frafinë e misionit të, domethënë të davetit. E radhës është për davetin, epiteti umeti më i mirë është i varur me davet. Epiteti, që Allah azza wa jalla ka dhënë këtij umeti. Epiteti umeti më i mirë është i varur me davet. Është i varur me davet. Thot Allah subhanahu, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jeni umeti më i mirë që ka dalë ndonjëherë. Më i miri umet që ka dalë ndonjëherë. Po, sa umete kanë ekzistuar, sa profetë kështu me radhë. Thot jeni umeti më i mirë që ka dalë tek njerëzit, urdhroni për të mirë, ndaloni nga keqja dhe besoni në Allah. Kur e ka lexuar Omer radhiyallahu anhu këtë ajet, sikur që përmend Qatada, ka thonë Omer radhiyallahu anhu men sarrahu an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi shart Allah fiha. Atë kush do më kon piçdyn më të mirë të umetit, le ta kryej shartin, kushtin. Kushti kanë ardhur të mirë ndër nga keqja. Kanë e varur kjo që na umeti më i mirë me faktin që na jena e kena zemrën e madhe. E kjo zemra e madhe nuk ka thjesht domethënë zemra e madhe me mikpritje, zemra e madhe me bujari, në lëmosh e kështu me radhë. Zemra e madhe se nuk ka lëmosh më të madh se më mëson njerëz dhe hajrin. Ja mësoni diçka që e pështon pizjamin e xhenemit. Shpesh njerëzit për shembull kanë qef me pasën. Edhe kur kallzojnë atë pjesën e të pasjes së kësaj dunjaje me pasën kambje, çfarë thonë? Thonë të kisha pasë edhe ju kisha nimu të varfër, të kisha pasë edhe ju kisha gjin njerëzve nevojë kështu me radhë. E vërtet padyshim kjo është më e madhe, kjo është pydera më të mëdha për me fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po më e madhe se kjo është me mësuti kanë. Më e madhe se kjo më mësoni diçka njerëzve, mos sadaka më e madhe. Edhe lëmosh më e madhe më mëson dikujt një diçka që sebeb që sa pështon pizar me xhenemit. Pështon pinë dënimit varrit. A mundesh me shpaguti atë dënim ditën e gjykimit diçka. Mi pas dynjën shka konta. Domthonë ti e ke mësuar diçka, i ke dhënë diçka që është e jashtëzakonshme. Është e rëndësishme ndonë vëllezër çtu me nali me voni nalja. Çtu apo mundi me vrejtën se Allah subhanahu wa taala kur pe lëvdon këtë umet, po thotë që këta urdhojnë të mirë ndalojnë nga keqja, edhe besojnë Allahun. Në realisht besojmë në Allahun dhe urdhojmë të mirë ndalojnë nga keqja, apo? Cila është piknisja? Është imani. Pse çtu u përmend imani në fund? Pse po përmendet imani pas urdhimit të mirë ndalimin nga keqja? Kan thonë dikush pediatër, kan thonë është përmendën urdhimin të mirë dhe ndalimin nga keqja, përmend daveti. Para imanit thotë se davetin e bojnë me iman Allahun dhe jo me syfaqsi. Do thonë sikur ka thonë Allah azza wa jalla, "Wa tu'minuna billah", dhe ju besoni në Allahun imanan billah. E bani këtë punë të shpresuar të besoj Allahun. E jo me syfaqsi edhe me matje të tjera. A është e qartë? Në këtu imani që ka ardhur që këta jetë për interpretimeve nuk është domethënë thjesht besimi
si akide, që e ki në bazë. Po besimi kush ka me çpërblyj edhe për kanjet e bo do thonë që këtë davet. Wa tu'minuna billah, do thonë jo besoni në Allah subhanahu wa taala dhe prandaj tu bo davet. Prandaj do thonë ju snonu, prandaj do thonë keni synime dhe jeni do thonë ambicioz që këtë rrugë. Radhës daveti është arsye për me tarë ndihme Allahut. Daveti është arsye për me tarë ndihme Allahut subhanahu wa taala. Shpesh njerëzit në jetë e vrejnë që ju duhet një forcë kushtimisht tonë e pa shpjegueshme, që ju vjen një farë ndihme, apo nuk dijë me shpjegu çu sherdh. Ose është me një farë situate, thot do të me vesh rahmeti Allahut, ndihma Allahut më nxjerr kësaj situate. Na krejt mund gjin jetë në kësaj situate, apo nuk do të më thonë, nuk do të më menu këto situata vesh në 2-3 shembuj. Janë 10 mijëra shembuj. Mundesh ndonjëherë me radhë ndonjë mendim, nuk po mundesh me dal pjatë mendimin në fund të leximit. Vjen ndihma Allahut nxjerr. Mundesh me radhë ndonjëherë ndonjë disponim të keq, do të thonë krejt kontribuojnë për me ta ndresh disponimin, por nuk mundesh me dal pjesaj. Vjen ndihma Allahut edhe shnoshësh, ndreqesh, apo. Kush është që ardh? Çu ndresh ti, do të thonë, të ndresh jeta, të ndresh disponimin e çka. Një prej gjonave që mundi me investu për me të ardhur ndihma Allahut është me bë davet. Me të ardhur ndihma Allahut është me bë davet. Thot Allah azza wa jall: "Wa la yansuranna Allahu man yansuru." Allahu gjithsesi ka minimu edhe ka mi dhon ndihmë, edhe ka mi dhon gallënim edhe triumf atij që animon fen Allahut. Atij që animon Allahun. Ktu ka ardhur për emrin vetor, domethënë për veten e tretë. Domethënë, imagjino ku ka ardhur puna, ti më animu Allahun. Domethënë, kjo vesh si fjali, me hin rend ti më pas merit kësi fjali, apo vedini me interpretimin çka është domethënë me ndihmu Allahun subhanahu wa taala. Domethënë, e para ti çish mundesh me animu Allahun subhanahu wa taala. Kjo është e para. Edhe e dyta, forma që për men Allah azza wa jall, gjithsesi ka ardhur me nunë të akid. Gjithsesi Allahu ka më ndihmu. Domethënë, premtim kjo s'thehet. Më bandave, që tu mësoj dikan, aty urdhëroj dikan për të mirë, këtu mësoj dikan me lezu Kur'an, diku tjetër mësoj dikan me fal namazin, diku tjetër këshilloj dikan me lani mëkat të madh, apo ka më tar ndihmë Allahut, pika nuk e kujton. Ka marrë momente që ti s'ki shpjegim ç'ki do pi situatave të shkja. Ndoshta është një davet para 5 vjetësh aki po. Ndoshta nej para 10 vjetëve diku t'ja kim mësuar një hajër, edhe Allahu te barekuhu teala ka më të ndihmu, edhe ka më dhënë domethënë bereqet. Për arsye duhet me pas shumë në konsiderat që këtu janë premtimet e Allahut. Do të kur folme për premtimet e Allahut, duhet me menu seriozisht, me mora afër zemrës, me plot kuptimin e fjalës. Në një vend tjetër Allah thotë kështu: "Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." O ju që keni besuar, nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu ka më ju ndihmu, edhe ka më i forcu këmbët e juve. Ka më i forcu këmbët e juve. Çfarë thon Sheikh Serdi te çka për forcimin e këmbëve? Thotë: "Yurbitu ala qulubihim bis-sabr." Kam ju thua Allahu në zemër, në jetë, çfarë do të situate e gjeni far forcë sabrit. Kjo është premtim për njerëzit e davetit. Gjindësh lloj rrethana, e keni far sabri se kanë njerëz të tjerë. Thot wa tu'manina wa thabat. Thot ata që Allahu një qetësi dhe një qëndrueshmëri, nuk del pjullës. Thot u yusabbir ajsadahum ala dhalik, edhe ja mundson që edhe trupi më ja përballu. Ja mundson, krahasoj shpesh na dëgjojmë për shembull, për shumë vende në botën islame, për shembull që davetxhit kanë domethënë persekutime ose kanë situata ngushëllëku, edhe na sënës ne kop mendja çish mund ata me përballu. Domethënë është një sabër, është një forcë që atë Allah subhanahu wa taala ka ndihmuar fenë e tij. Edhe Allah te barekuhu teala po premton dy ajete është domethënë që kush e ndihmon fenë e tij, Allahu ka më ndihmuar dhe ka më dhënë forcë. E radhës është që daveti është cilësi e besimtarëve dhe besimtarëve. Është cilësi e besimtarëve edhe besimtarëve, mu'minëve edhe domethënë mu'minëve. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Thot besimtarët dhe besimtarët kanë wilaje, kanë domethënë miqësi, edhe kanë lojalitet, edhe kanë afërsi edhe miqësi edhe dashni mes veti. Marrën mes veti besimtarët. Yarhamukallah. Besimtarët marrën mes veti. Çish marrën mes veti? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Thot këta marrën mes veti, besimtarët marrën mes veti, thot urdhojnë të mirë ndalojnë nga keqja. S'mundesh më majt mes veti nëse s'ban davet. No njerëzit që mendojnë që për me majt muslimanët mes veti do të më bëj rrafsh një tjetër. Kur mos më bëj bajat. Kur mos më na përpunojë. Ai nuk është në mësimet e këtij ajeti. Muslimanët e marrin një tjetrin, do të urdhojnë të mirë ndalojnë nga keqja, e falin namazin, e japin zakatin, edhe i bindën Allahut dhe të dërguarit e tij. Thot ulaika sayarhamuhumullah.
Këta kam i bë Allah rahmet. Këta Allah kam i mëshiru. 3 sene po përmendëm me fitu rahmetin Allah. Daveti, farzët mi kry dhe mi bind Allah. Në gjënel një, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Urdhojnë të mirë dhe nga keqja. Kjo është daveti. Thot, u yuqimuna salata wa yutuna az-zakah. E falin namazin, japin zakat. Këto janë farzët. O yuti'una Allah wa rasula, edhe i bindën Allah dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam. Qysh mundet më ndërtu një komunitet me lojalitet mes veti, nëse ka këto tria. Ka davet, ka madhnim të farzave, edhe madhnim të shpalljes. Bindjes dhe Allahut, edhe bindjes ndaj Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po Allah subhanahu wa taala këtu na ka kallëzuar ç'është do të më konë, apo? Ama na ka kallëzuar në njëjtin Kur'an, në njëjtat, domethënë në surën Tauba, na ka kallëzuar edhe shembull i kundërt. Thot al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Thot hipokritët, munafikat dhe hipokritët marrin me njëri tjetrin. Ata i takojnë njëri tjetrit. Çka ndodh te këta? Thot ya'muruna bil munkar. Urdhrojnë për punë të këqija. Apo, a ndodh kjo shpesh që domethënë një vëllai ose një motër ose në koncepte më të mira, këta shka kanë gabu ose kanë rrshit, i pikën krejt densa ta bëjnë njëjtë. Kjo është sifati munafikave. Nëse ti domethënë ke ra nuk do të më urzu të tjerë. Ti veç dush më marr me gjunat e tua, jo me këshir më urzu të tjerë. Atë alo pas çemet që tu mohabetet e para 20 vjetëve. Domethënë kjo është cilësi e hipokritëve. Kur bin hipokritët kanë qef më urzu të tjerë. I thot e para thot ya'muruna bil munkar, urdhojnë punë të këqija. Sa herë vllazni. Nëse një punë Kurani ose Suneti ka thonë gabim, edhe ti ke rënë çat gabim në sajt të do një interpretimi, maksimalisht deri sa të përmirësohesh, izolon vetvete, mos gabo me infektuar dikant tjetër. Se kjo është cilësi e hipokritëve. Në kur mos thuj banë atë çështu se domethënë nuk ishte që s'kishte një formë, domethënë interpretimi thotë. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Urdhojnë për punë të këqija dhe këshirin minol njerëz i punës të mira. Çfarë po të pengon ty të vallëki ti? Çfarë po të pengon përkushtimi i ti? Çfarë ki problem ti me përkushtimin e tij? Ti e i dop mirë me dobësinë tona, mos shër me nal pi punët mira tjetër. Thot, wa yaqbiduna aydihum, edhe i nalin dur, s'japin. Apo i shmigut, si çdosh as shumë me përkraj kështu më radh. Thot, nasullahu fa nasihum. E kanë harru Allahun dhe Allahu i ka harru këta. E kanë harru Allahun dhe Allahu i ka harru ata. Thot, innal munafiqina humul fasiqun. Me të vërtet, hipokritët janë fasika, janë njerëz, domethënë të shturur. E tjetra e radhës është që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për davetxhit. Kushdo që është pjesëtar i davetit, është domethënë pjesë e duave të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shënon Ibn Majah prej Zeid ibn Thabit radhiyallahu anhu, Sayyidullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Nadhara Allahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha." Allahu ja zbart fytyrën dikujt që nini fjalë temën edhe shkon ja ka zot dikujt. Allahu ja zbart fytyrën dikujt i cili nin fjalët e mia, hadithet e mia dhe shkon ja ka zot dikujt. Ka thënë ulemat e hershëm ka thonë vërehet që njerëz të hadithet e kanë një farnurin në fytyrë, shkaku që e kumtojnë hadithin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Tharubba hamil fiqhin ghayra faqihin." Thot ndodh dikush që e ka një dije, po nuk e kupton çaq mirë. "Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah min." Dhe ndoshta ndodh dikush e përçon, e përcjell një dije tek dikush, e ai tek i cili ose kallzu, ka më kuptuar më mirë se kjo çështë tek të transmetuar. Sigur se shënojmë Muslimi pe Abu Huraira se Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men da'a ila huda kana lahu min ajri mithla ujuri man tabi'a." Ka thënë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush ban davet për më bën një punë e hajrit, një udhëzim, thotë kam e pasën shpërblimin e gjithë kujt që ka më marr fjalën e tij. Kam e pasën shpërblimin e gjithë kujt që ka më ndjek këshillën edhe mësimin e tij. La yunqisu dhalika min ujuri shay'a. Pa ju paku asnjë shpërblim. Imagjino nëse për shembull ta mëson Allah në këtë përpjekjen tonë të jetës, po folim me shifrat vogla, nuk po folim për shifrat mëja shmut me pasën ambicet më të mëja. Pezomi për shembull 100 vet, e fajin namazin rregullisht, shkaku jot. Ja ki qit vetas për shembull, synimi i jetës temën 100 vet me fajin namazin, unë jam bose sebeb mishti. Ata 100 vet nesër me 3-4 fëmijë. Ata nesër inshallah me 3-4 domethënë familje të mëdha. Ato nesër inshallah domethënë fise. Imagjino domethënë ti në varr kanë harru krejt pasardhës e tu që ti ekziston, edhe domethënë edhe që ki pas emrin apo kështu me radhë, edhe është tu bë Allah azza wa jalla ibadet, është tu adhuro Allah azza wa jalla ibadet, pa tu paku kur gjopi domethënë
shpërblimet e tyre. Imagjino nëse në vesh njëri pse në qenve, domethënë është i rregullt për shembull namazin me xhamat, ose është i rregullt namazin e natës, ose është i rregullt në ibadet e tjera, që të cilat ti mos suni ban, je në botë tjetër, apo edhe krejt çdo shpërblim vjen në vazhdimsi. Kështu që me mujt çdo i udhëzum, ja qit vetes si synim, që me e pasë mërna vitit, mërna një periudhë të caktuar një shifër që shtu me mot vetën, sa njerëz falën sebeb jam, sa njerëz e kanë lënë një mëkat madh sebeb jam, sa njerëz për shembull ninojnë shkaku jam, sa njerëz i kombin me dhon zakatin, sa njerëz i kombin me bë këtë dhe këtë, edhe pastaj domthon me llogarit në shpërblime në veprat, domethënë veprat e tyre. E radhës është lënia e davetit është shkak për shkatërrim. Lënia e davetit është shkak për shkatërrim. Ka arsye shumë situata që gjenden sot mes muslimanëve, e sidomos disa epizoda dobësie që kanë ardhur pas rizgjimit islam, nuk mundën ndoshta ndryshe më shpjegoj vetë se kanë ardhur si forma të dënimit, pasi që është braktisë ose zvetënu ose është relativizuar domethënë koncepti i davetit. Shënon Ibn Majah ve Qais ibn Abi Hazim shalom thotë hadith sahih, që Abu Bekr radhiyallahu anhu ka dalë një herë ka marrë hutbë dhe ka fenduar Allahun azza wa jalla, ka thonë ya ayuha an-nas innakum taqrauna hadhihi al-aya. Ajo njerëz ju lexoni çka ayat Kur'anor ku thotë Allah subhanahu ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. O ju që keni besuar, këshilloni ju vetveten e juaj, nuk ju bën dëm devimi i tjerëve. Thot nëse ju e keni gjetur udhëzimin, thot wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, na e kena dëgjuar të dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna an-nasa idha ra'u al-munkara fala yughayyirunahu awshaka an ya'ummahu Allahu bi'iqabi. Thot unë kam një pejgamber sallallahu alaihi wasallam duke thënë kur njerëzit e shohin të keqën, edhe nuk e nalin, nuk bojnë davet. Thot se kanë larg që Allahu ka më çuar një dënim të përgjithshëm. Se kanë larg që Allahu ka më dërguar një dënim të përgjithshëm. E shënon Imam Tirmidhiu dhe Shalbani thotë që hadithi është hasan për Hudhaifës radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë walladhi nafsi bi yadi. Pasha atë ndër cilët është shpirti jam. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. O keni më urdhën të mirë dhe nga keqja. Aw la yushakanna Allahu an yab'ath 'alaykum iqaba minhu thumma tad'unahu fala yustajab lakum. Ose tha nëse ju nuk urdhoni të mirë nuk daloni nga keqja, kam ju thua Allahu subhanahu wa ta'ala një dënim e pas cilit keni më lut Allahut dhe Allahu nuk ka më përgjigj. Keni më lut Allahut dhe Allahu nuk ka më ju përgjigj. Keni vëmendje që këtë pjesë në rrëdhë. Thotë Allah subhanahu. Falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su. Thotë kur njerëzit nuk i morën këshillat e Allahut dhe këshillat e pejgamberit, nuk i morën këshillat e fesë. Thotë Allah azza wa jall, thotë na ju kena thue domethënë dënime. Mirë po thotë i kena shpëtu ata të cilët i kanë nal njerëz për punët e këqija. Na kur çomi dënime i shpëtojmë ata të cilët bojnë davet. Thotë Sheikh Sedi thotë wa hakadha sunnatullahi fi ibadi. Kjo është zakoni i Allahut në krijesat e tij. An al-uqubata idha nazalat naja minha al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna anil munkar. Se kur zbret një dënim i Allahut, kjo është zakoni i Allahut. Nëse zbret tek njerëzit një dënim i Allahut, kanë më shpëtuar ata të cilët bojnë davet, urdhojnë të mirë dhe domethënë ndalojnë nga e keqja. Kështu që ajo që kisha pas dëshirë më kanë si përmbyllje është pikërisht kjo. Do të shkon daveti, domethënë nëse sunima më keq këto pika është udha e jetës. Udha e jetës. Është domethënë ajo që e përbën jetën e një muslimanit mirëfillt. Ajo që e përbën domethënë atë më të bukurën e përkushtimit të tij në fen Allah subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam ju bë njerëz të përkushtuar këtë ibadet, me bë me ilm, me bë me ikhlas, me bë me sidq, edhe mos më dol asnjëherë deri sa ta gjeni shpërblimin e Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad.